Doktor Afim, këtë pikën e zezë që po e shpjegon, e shohin vetëm ata në shikimin e tyra, e shohim edhe na të ta. I themi kështu diçka. Ti s'mundesh me po. Na s'mundemi me vetëm ai që sepse ai është në brendësi të syrit, ai është në trupin qelçor, në temat langun e syrit, që është ai langu i trashë që krijon atë trupin qelçor të syrit, aty shpesh kemi krijim të fijeve fibrotike që shkaktojnë si pika, fije, si rjeta marimonge, domethënë, po gjithmonë këto janë një shej që ai duhet të shkojë te mjeku i syve. Absolutisht. Mirë është me shku te mjeku i syve pa pas asnjë shej, po me që jemi pak më neglizhent këtë pjesë, të paktën t'i dim shenjat e para apo ndryshimet e para, sidomos ata që folim edhe për pacientët. Pasi të kalojmë te llasereti këtu është, si komplikimet mundshme është kjo, realisht që ju thash edhe më herët. Një dobësim i lehtë i shikimit, që nuk krahasohet me atë çka porum pastaj, apo kupton? Se pastaj mund takon, po shoh pak më dopt natën. Pastaj domethënë si komplikimet mundshme është për shembull shumë e rrallë është, domethënë pella se shkaktohet gjakderdhje. Edhe nëse është shumë e rrallë, domethënë që është djeg çaq shumë domethënë në pjesën e retinës që kriju gjakderdhje. Unë vetë që dash si mundësi, po është shumë e rrallë. Po. S'ka ndodhur asnjëherë, që 20 vjet punoj me sy s'ka ndodhur asnjëherë. Mund të parashikohet si rrezik, po kjo është një përqindje shumë e rrallë, shumë e rrallë. Po as rreziku nuk është më i lartë se dame që mund ta bëj, se po mbjeme përsërit, po verbrimja është tani më e vështirë me... Që s'mund ta kthejnë. Absolutisht. Tani më nuk mund të kthejë. As laseri, as... S'mund pun laser, jo, s'mund. Kur epiqendra preket. Se laser nuk guxojnë të bëjmë në qendër, në regionin e makullës. Atëherë kemi shpjeguar me ato çështë do ta trajtojmë ato injeksionet intravitrale që kemi pas në emision për këtë. Që patjetër unë e tham edhe shumë shpesh në emision që është inovacioni që ndihmon cilësinë e jetës dhe të pamërit tek shumë persona.